kështu hecin, shëtitën, për shnet vete edhe e merë një ujë, si të për një gjunë. Ajo katastrofë. Jo nëse di, po kërkëm po të s'ko. Që aty është pak problem, është atë. Se vendi shumë i bukur për mu për herë të parë bile erdha, unë e jo me pejes, e kur e pyeta producentën tem, cilën anë të Mitrovicës, a din vish me ma tregu, tha vetë Google Mapsin, e veta, po unë nuk e di bash mirë Mitrovicën, për pej vetëm kejta ti di. Ama shumë e bukur edhe, po në pej shumë mira ma mbeturina nuk ka. Nuk ka, këtu ka mbeturina shumë, edhe kam në të pasu që t'in altë. Edhe që është më interesant, unë i dalë shpesh, edhe në pej që jo marrë, edhe së më të qeba, edhe ashtu janë sfortest, apo dhe njerëzit e njejtë janë. Njerëzit e njejtë. Që atë jo problemi, se me punë që jo dikush orë për herën parë që ta PPR, së më shek kërkush, edhe e bon qatë gjest, edhe nuk është normal, po opet, se së shek kërkush, a mu po mjojnë është ta së mjë kërkush, po si figur në njerëz të njejtë, po është ketë shumë është kjo, s'po di që më thonë. Duhet me uve disu ndoshta qytetarët vetë, se shqiptarit 3 sende ka zërë me i pranu suksesin e tjetrit me thonë më falë edhe me e marë përgjegjësinë kur të gabon diçka. Eksakt, po... është problem me shqiptarët. Problemi është shumë i madhe, dhe kjo shtirë më regullu. Është vetë, ojë, poster, mirë, sot është falë që... A del shpesh, a? Unë e delë për detë, se atje ushtroj, po këtu po vi për shumë s'po konë që avojt, banoj të ofër, Mitrovicës jam... është mi, këto që i kanë regullu, kjo është veç në pej edhe të na, kërës s'ka heq. S'ka me neve. Të shkon Prishtinë, të veç ki musilë dhe ki me ranë tokë, për zhegët. Qashtu. Inshallah po është mirë. Po, vetëm ndoshta pak qytetarët me uve disu vetë, se dhune thash, është e kotë me i thonë shqiptarit për mbeturina, se gjithmonë sendi ma kryesore gjumi, po ndoshta është faje edhe i komunës, që plojnë ofër, kontat... Shporta, ma shumë se që tu asë në pesko, s'ma mërmenja, shporta të bërlog. Po, ti ta qaj, kur ma nalë. Po, jam ka i shumë. E ta shmurë shtu më dollë në ato, më pak me shkuan, e mi taku një